Nuk është e lehtë të ndërtohet një aeroplan, sidomos një Delta Plus. Çdo detaj duhet menduar me përpikëmëri të jashtëzakonshme. Aerodinamika duhet të jetë perfekte, materiali i fortë dhe struktura të qëndrueshme, që fluturimi të jetë efikas dhe i sigurt. Çdo pjesë kërkon vëmendje të madhe, durim dhe aftësi të larta teknike. Një gabim i vogël mund të shndërrohet një rrezik. Prandaj çdo hap është sfidë për trupin dhe mendjen. Ky është pasioni i një njeriu që sfidon kufijtë e zakonshëm për të fluturuar lart. Unë kom lexu kur kom fillu me ndërtu aerodinamika, duhet me po shumë njëri. E kanë marru edhe në Kosovë ballona, po nuk fluturojnë. Se do të mu përmbush këtë standardet me aerodinamik, me forcë, me këtë për me më konë efikas. Zakonisht e shfrytëzoj orë të hershme të mëngjesit për fluturim, edhe je më i kpjell, edhe nuk në qoftë se në gry nuk kanë shtypje tajrit, nuk ka turbulencë dhe rrëmime aerore. Është deri 5 metra në sekond mund me bon fluturim kë, që atë e ka të limitin, edhe çfarë do kohet të ditës mund me fluturu me dhe për mua aeroplani, se une kam lejen pilot internacional. Krijimi i një Delta Plus nga fillimi nuk është i lirë. Kostot mund të arrijnë rreth 15.000 euro, përfshirë materialet dhe komponentët teknik. Por një fluturoke të ndërtuar me duart e tua, çdo shpenzim ia vlen, sepse është rezultat i një pune të palodhur dhe pasion që sfidon çdo limit, vazhdon tutja Avdyli. Për këta ka shumë pak pilot, kanë fluturimin më panoramik piket një të fluturu se është me Delta Plus. Dheza e bën kënë 3 forma. E bën përmes helikës, si e po që e dheza, e ka dorëzën mekanike, edhe me këta mën me dhez, edhe e ka me start me dygme, përmes e ka dhezën me dygme. Kosta a kushtu te 10-15.000 euro minimum përveç punët. Eksperiencat më të rrezikshme nuk mungojnë. Një ditë era fuqishme e hoqi helmetën dhe i kaputi një helik. Me motor të fikur, ai u detyrua të ateroj në një arë të mbjellë me misër, megjithatë, përfundoi i shëndosh me një lëndim të vogël, duke treguar aftësi teknike, guximin dhe vendosmërinë e tij. Kom pasën një fluturim në kushtet shi atmosferike, edhe më ka zonë 1100 metra për mi kodra të shtimis. Edhe ma ka nxerrën era helmetën, edhe ma ka ty një elis, një fletë elisës, e bëj ke vibracion shumë, për vibracionet jenë të rrezikshme në aeroplan, e kom fik motorin, edhe me narsi ku mujt me ardh deri në godancë me qatë narsi me finist të Delta Plus. Edhe aty jem shumë me një s'ka pas pista, jem shumë me një gron, ka qenë ara me gron, edhe në fund grunit ka qenë rruga, edhe planifikova une pa motor më lëshu të eri afer rrugës. Mirë po, temeli shpijes i shkon në kopopi grunit, edhe aty e kom bon lëshimin jashtë norma për mes mundeshun me beton, që atë e kom pos një lëndim vogël, për tjera fluturimet të rrezikshme s'kom pas. Aeroplanet e tij nuk janë vetëm për pasion. Ambasadorë dhe ministrat të Shqipërisë kanë udhëtuar me krijimet e tij, duke dëshmuar aftësinë, sigurinë dhe besueshmërinë e fluturokeve të tij. Një vlerësim që tregon se pasioni dhe puna e madhe mund të nderohen edhe në nivele të larta. Po, me aeroplan temin kom vëzit ambasadorin e Italijës Shqipni,
ministrat Shqipnijës i kom vëzit krejt, e jap kumojt aeroshovin Gjirokastër, 2-3 aeroshova jap kumojt, edhe zoni Amerikës na ka qitë në lajme për flytërime interesante edhe veçanta që janë bon gjatë pej kohës të nverit e me tash. Kjo është historia një njeriu që sfidon rreziqet, vështirësitë dhe kufejt e zakonshëm. Një dëshmi e guximit, pasionit dhe inteligjencës. Tregon se me vetëdosmëri dhe pasion mund të ndërtojmë diçka unike dhe të fluturojmë lart, edhe kur era sfidon çdo pritshmëri.